Kryeministri Edi Rama thosë se betejë për të marrë një mandat është më e fortë se ajo që ka. Duke komentuar kundërshtarët e tij politik, Rama e quajti Sali Berishën si një njeri që është në hall, ndërsa me ironi tha se Lulzim Basha është fenomen, por nuk beson se ky fundit mund të marrë një mandat në parlamentin e ri. Pyetjes nëse PSE do të arrijë objektivin për marrjen e 20 mandateve, numri 1 socialistëve tha se objektivat e vendosura janë të mbështetura, tha me dëshirën aq me leximin shkencor të realitetit elektoral. Ta kaq, i pyetur për arrestimin e Veliajt para fushate dhe nëse kjo ka ndikim në Tiranë, Rama tha se dëshiron të mos jap asnjë koment, pasi sipas tij fokusi është te 11 maj. Në yllin e kësaj fushate kemi yllin e verë të Shqipërisë që duam patjetër ta instalojmë në qiellin blu të Bashkimit Evropian. Të kujtojmë kënetën në 1-2 fjalë, në 1-2 gjeste, në 1-2 ulërima. Por nga ana tjetër janë të mirëseardhur në fushën e betejës. Nuk mund t'ju uroj sukses, por patjetër që nuk kam asnjë problem me ta, tha Edi Rama në një intervistë për Top Channel.